Ndezur. Ndezur janë, a? Po provoj njërë. Që shkjo më burë? Sekundë janë. Dëris pak fanin. Kujdes mos shtypësh në i bomba ty, po. O, le t'jo se i lezeshëm që je. 23 vjetë kam që të njofë, gjeja me e bukur që kene këtë jedi, kush është? Le t'jo? Po. Qetësia jote, vla. Me zi pres filloj luft e vërtet dhe të shofim, sepse ti prap do jesh po njësoj, vla. Nuk do kryosh as njerë alarm. Po, sigurisht. Është çudi e madhe kjo njeri, do më, si qa qetësie ka ky, më. Sigurisht. E kam zilion këtë ledhjo, si jam dhe unë si ledhjo, më. Ore, kulla, po më si ka mundësi, më burë? Dakord, po më njoftojnë nga recepcioni. Ka ardi porosia atje. Më thonë, po e lë porosin dhe recepcioni. Po do shkoj. S'kalove atje ti? Jo. E pra. Do kaloj pas. Okej, dakord. Digjon, o kulla. Shi. Më vinë foto gjëra, por digjon. Para se të lojë emisioni, më thua një gjë, më dha. O, dha. Qa personazhi e ti, më burë? Pse më isha për iftar në Kavaj? Për iftar? Po, më fëtu në Kavaj. Ti di që unë kam lind Kavaj, Kavaj si të ndonë fort. Po pse edhe ti e pesvaksh? Jo, se pesvaksh, s'ka me gjiru, po shkohet dhe respektoj, se... Sa përqen kjo pesvaksh, o kullaj. Kjo pesvaksh është perën. Po t'isha në regull dhe isha, po... E përdor kjo marësit bukur. E përdor kjo marësit dikte. Ka shumë bukur. E përdor si shpreje. A ish pesvaksh? Pesvaksh, sa bukur. Më që falet pesvaksh në ditë. Po iftari qa është? Është ajo darka dreka mëgjesi, du më thënë, buka që i bashkon njerëzit besimtarët pas i kanë agjëruar, kupto? Si dreka, si mëgjesit? Është dark, është buka, du më thënë. A që hajt një në ditë? Po pra që hajt, jo, hajt gjithë natën, përse po duesh pa jo është se ke agjëruar gjithë ditën edhe do shtu, po. Ishe në Kavajti? Po. Shtuet nga Kavaja? Kavaj, ishte një orar që se unë shkova pak me vones me zërë po gjeja vënde se këse trafik. Edhe thash, po shqyqyr që kësha atë mikun tim atë Gonharizin që të kam të. Po. Se nuk gjeja do të vëndin ku ishe dhe unë në rrugë s'kishe njerës për të pytë, se të nalojë të pyshje, po përsta e gjetëm vëndin dhe shku. A pëse ishe restorant? Po për restorant. Dakord. Po qa hangrët? Po këshu gjera nga këto që bëjnë. Hajt mishe të gjerash? Po. Hajt gjithë shka të bëthëm? Po. E, o kula, si ka mundësi më burë, me qëra fjala, a ka ndonë njërë në memorien tënde, për njeriu që merresh me aktualitetin prej vitesh, ka ndonë njërë që të filloj një luft në lindjen e mesme, pra me objekt lindjen e mesme, fix ditën e Ramazanit, ose ditët e para të Ramazanit? Ka ndodhur, por s'ka ndodhur që sulmin ta bëj Izraeli për Ramazan. Ndërko sulmi ndaj Izraelit u bë fix në ditën e, si quaj ajo, festa e tyre? Jom Kipurit. Pra, mi jep të japësh kjo punë? S'ka lidhje. Pse s'ka lidhje? S'ka pra lidhje. Pse s'ka lidhje? Kur u sulmua Izraeli? Ajo ishte një ditë feste e Izraelit në 7 tetor, por nuk u bë nga gjithë botë arabe, u bë nga palestinezët. Megjithatë kjo është kështu, është një objeksion ky joti që vlen për tu. Vlen apo jo? Po vlen. Bravo kulla. Po si donë Allahi 2 herë më burë? Si parashikove 2 herë, edhe luftën në Iran, më thënë janë 24 orë, për 24 orë të fillon dhe filloj. Jo të thash e ke sonde, se unë isha jashtë, sa fillo sonde. Bravo, isha jashtë, si isha... Isha në Macedoni, isha për dark me presidentën e Macedonisë, dhe tash sonde fillon, se ndryshe do isha studio, do të thoja. Bravo, dhe e dyta? Qitova basin publik, në emision. Pa tjetër, po si ishe bas me mua, ishe publikun. Po bas me publikun, pra? Publikun pa tjetër, më. Se më pysi njerëzit të ta pagoj qani basti. Po, kujton se e kishe me mua. Unë u vura bas fare se s'kisha asnjë lloj garancie. Unë kurioz jam për një gjë në fakt. Dale Ledio, po ti e di të dytën që kapi kulla vlla. Kapi dhe atë. Kapi dhe basin tjetër vlla, që ka zgjedhë parakoshme në Kosovë. Prap. Për herë tretë. Tani se nuk po zgjedhet presidenti. Po. Pyta. Çfarë do thosh Ledio që thua emisionin se vati von vlla? Si jam kurioz për atë parashikimin e motit në televizionin e Iranit. Parashikimin e kujt? Parashikimin e motit. Ku? Në televizionin e Iranit. Jam kurioz ta shoh si bëjmë parashikimin e motit tani në këtë kohë. Pse e kemi? Jo, nuk e kemi. Si e bëjnë kollaj fare se... Si e përllogarisim nga do vinë. O ti, Ledio, Irani është vëndi madhe vëllat. Në veri bie borë, në jugë është vapë.
Me çfarë shpejtësie vijnë raketat tek Një ka të borë atje. Kishte simbolike motin, pra. A me çfarë shpejtësie, po me atë shpejtësi që jam mësuar ata bien, lëshojnë, hajde. Okulla, kemi të reja. Let's start. Any updates? U.S. and Israeli airstrikes expanded deeper across Iran. Iranian Red Crescent reports strikes in over 100 cities. Iranian sources report additional senior officers eliminated. A meeting linked to leadership transition was also targeted. That indicates sustained pressure on their command network. Okay, continue. Sirens sounded in Bahrain overnight. Possible incoming missiles or drones. Iranian drone strikes reported in Oman. Fujairah port in the UAE also reportedly hit. Houthis threatened to close the Bab al-Mandab Strait if Saudi Arabia joins operations. Thousands of oil tankers are now stalled in the Strait of Hormuz. There are reports Russia may be providing targeting data to Iran, not independently confirmed. Energy markets tightening. Got it. Hezbollah claims attacks on Israeli armor in southern Lebanon. France deployed fighter jets to the UAE. The UK monitoring potential retaliation risks at home and reviewing naval deployment near Cyprus. Ayatollah, supreme leader of Iran, issued a call for resistance against US and Israel. Anything outside the Middle East? Pakistan-Afghanistan war continues along the Durand Line. Heavy artillery exchanges, drone strikes, and border attacks reported on both sides. No ceasefire talks currently underway. Understood. Qatar issued a national emergency alert. Azerbaijan deployed artillery near the Iranian border. White House urging defense companies to accelerate weapons production. Multiple regional fronts active. Risk of broader escalation remains high. Monitoring all sectors. Copy that. Understood. Thank you, operator. Përqe Okulla? Sharpere. Në sa sekonda bëm një overview të përpar. Mi mbrëma Ilir Kulla, ora është 9:09 minuta, 21:09 minuta, jemi live të në MCN TV, por jo vetëm, jemi dhe në YouTube, Kulla, të kjo faqe i do plasi Ledio në ekran. Ja ku është? Në Zonë e Lirë Official. Bërë një subscribe. Kjo është pënjishi, pjesa e para e emisionit Zonja Zotri, me Ilir Kullën, si çdo të premte. Ndërsa këtu është është episodi 1053, ndërsa ky është një QR kod ku ju mund të skanoni me celularin tuaj, bëni një login dhe dërgojni pyetje Kullës, do ja lexoj pak më vonë. Ilir Kulla, le të fillojmë pa humbur kohë, një ngjarje e cila ka pushtuar gjithë mediat e botës, madje jo vetëm mediat, po dhe kamarierët e çdo lokali ku ne shkojmë gjatë ditës. E di, atë karburant shkohet mbush makinën. Vetëm për Iranin, vetëm për limin e mesme, ka një zgjerim të luftës papar, plaset fabula në ekran, Ledio. A është kjo lufta e tretë botërore dhe ne nuk e dim, Kulla, se s'kemi jetuar të dytën, apo nuk e mjur akoma në të tretën tamam? Dhe pasaj fillon më bë një bilans të kësaj jave. Kjo është rruga për në luftën e tretë. Se ti thua nuk është rruga. Është rruga, në qoftë se vazhdon, kjo është rruga, ai përshkrimi që i bëri regjia para se të hynim. Po, operatori me komandën, po. Ato 30 sekonda, në fakt, janë përshkrimi i stuhis perfekte që po përgatitet, se deri tani që kemi para është vetëm zemja, kupton? Epic Fury. Epic Fury, thot anglisht? Apo Führer? Tani është vetëm zemja, si t'ja shpjegojmë. Si quhet operacioni? Epic Fury. Po, furia epike. Furia epike. Që në gjermanisht është Führer. Jo? Furia epike. Führer është tjetër gjë, po këtu kemi të bëjmë me furinë epike. Tani që të shkojmë tek detajet. Pas një jave jemi në një pikë shumë interesant. Të treja palët kanë nxjerrë armatimet e veta dhe të treja palët po
i thonë kundërshtarit çfarë humbje ka kundërshtarit dhe çfarë fitoresh kanë pas ata. Sigurisht, krye fitoria është ajo e Izraelit dhe Amerikës, eliminimi i Khameneit. Nga pikpamja e imazhit, sepse Khamenei efektivisht nuk është se kishte një pushteti se çfarë, ishte kryetari i shtetit dhe kryetari i besimit. Numri 2 për nga rëndësia i shiitëve në botë dhe numri 1 i gjithë shiitëve të Iranit, një i moshuar 87 vjeç, i cili kishte që nga viti 1989 që nuk dilte nga Irani, ish president, përveç se ish krau djathi Khomeinit, sigurisht një nga krerët e atij revolucioni që i sollin pushtet në 79-ën, dhe nga kjo pikpamje ishte goditja më e lartë e mundshme edhe mënyra se si u azjesua nga ana e shërbimit ushtarak izraelit Amanit dhe Mossadit, edhe nga ana e aviacionit ushtarak izraelit, kuptohet me mbështetjen e gjithë teknologjisë amerikane dhe të ushtrisë amerikane, e cila pastaj vijoi me bombardimet, me përfshirjen drejt për drejt të ushtrisë amerikane. Nga kjo pikpamje, ne kemi rezultatin më të lartë të mundshëm që kemi parë nga ana e ushtrisë, pra nga ana e atyre që kanë sulmuar me eliminimin e Khameneit. Por kjo është vetëm hapja kutisë Pandorës, sepse tjerat vinë mbrapa. Deri tani 2000 sajtet bombarduara. Kjo nuk do të thotë. Deri tani po flasim ne. Kjo nuk do të thotë gjithë sepse të gjitha qendrat e komandës dhe të kontrollit iranian dihet që ishin nën tokë. Edhe fakti që iranianët kanë bombarduar gjithë këto ditë për rreth 6 ditë me dron dhe me raketa nga Izraeli në Kipro, në Jordani, në Irak, në Bahrein, në Katar, në Emirate kanë çuar 160 dhe sa raketa deri tani. Në Arabi Saudite, pra gjitha vendet rrotull tregon që palët janë në nxemje, por ndërkohë avantazhin strategjik amerikanët e kanë në det me eliminimin e anijeve. Qindra ani, po thuaj se kanë eliminuar gjithë flotën. Janë 10, po jo, varet ato që kanë nxjerrë, se nuk mund të është. Dhe eliminimi më i fortë ishte ajo një anije luftarake në Oqeanin Indian në Sri Lanka, e cila po bënde eskort një... E kemi duke ta Sri Lankës, e cila po bënde eskort një anije naftë nxjerrëse nga Irani, dhe pastaj bombardimi i qendra... Shqipe që këtë, stop thuku. Kjo është anije. Shio e pa këtë. E di me çfarë është gjytur kjo? Me torpedo. Po torpedo, di çfarë është? E di çfarë është torpedo? E di çfarë është? Me raketë detare. Po, e di çfarë është? Jo. E di kur është përdorur? Kur? Kjo, do më përdorur për e të parë, e di pas sa kohësh? Që nga luftë e dytë botërore, po. Qa? Ledi, jo vure prapa të vure. O, çfarë orgazme është kjo, shikoni që. Shikoni si ngrihet deti, shikoni. Si futet anija po shkulla, shikoj që kej. Da i bie, shikoj që tani. Shikoj se kjo është kamera në ndecës, që është bardezi. I ra atje, shivet anija si vete kshu kulla. Hop, ja, nga anë atje ta bëj kshu, unë shivet si do vej kshu tani. Jo, nga anë atje dhe kshu, jo, më duket kshu. Si i bie kshu, ja, kshu. Shivet qik. Ma se oqë i shpet ledjo, pse oqë i shpet ledjo, vure prap, please. Ha gullon falë, po. Në fakt janë përdorur edhe në luftën e Falklandit, Anglia kundër Argentinës, torpedot. Qa viti? Në 82. Seriozisht? Po. është bërë lajm atëre? Po, ishte një nga u vran... Në kë luftë, në luftën e? Falklandit, ose Malvines, si që thonë Argentinasit, Falklandit, si që thonë... Janë ishujt britanik për balë Argentinës, që i pushtoj ushtri Argentinase në atë kohë, dhe pastaj... Në 82. 82. Thatcher i dërgoi luftanijet nga Anglia dhe eliminoi, dhe ishte arsye pse u mbytur shumë marinar Argentinas dhe shumë të rinj Argentinas atëherë dhe pushoi lufta. Ajo është për shembull një nga ato skenat që kemi. Po live kështu me nëpërmjet... Po një parantezë vogël, e di që s'kemi shumë kohë, po vetëm me një fjalë që të më thua, çfarë bënte kjo anije iraniane, vlla, ushtar iranian, për një sekond. Çfarë bënte në Sri Lanka, më plak, ose në Indi, nuk ka qenë në Sri Lanka. Sri Lanka, në hapësirën e Sri Lankës, që Sri Lanka është përballë Indisë, unë kam qenë në Sri Lanka. Po kjo ka qenë në Indi ndërkohë. Po vinte. Kjo i bënte eskort, kjo i ka bërë eskort një naftëmbajtëse, një anije naftëmbajtëse që merrte naftën nga Irani dhe çonte në Ai thjesht ka bërë eskort. Po, për eskort ushtarake, në mënyrë që mos sulmojë, dhe ata e sulmuan me nëndetse Amerikanët. Mone, këta gringot që i dua ka i shumë, më ba. Këta janë që të ndimër, kula, apo jo? Po janë fuqi globale, jo resti që kemi thënë. Këta vlla në i ditë në dalin himarne.
Ke hallin e i marrës? Në ndeci. Jo. Ose në qeret, po nuk ka rëndësi. Po që nësi ka këtu i mirë presim nëse jemi... Ore, po duha them janë gjitha ndej, mor burr. Sigurisht janë fuqia globale. Po sa në ndeci ka? Dihet gjë? Kanë shumë. Nuk dihet gjë. Kanë shumë. Këta dhe rusët kanë numrin më të madh në ndece në botë. Dhe dy flotat... Qa spektakli, çfarë krye vepra artish. Kanë dhe në ndece bërthamore aty përballë Iranit, i kanë vendosur aty. Ka dhe bërthamoren? Po, e ka sulmuar Iranin me raketa nga në ndecet, nga deti, oqeani më sakt, edhe, por... 7-10 ka usa, më thonë. Ata ka mundësi edhe të përdorin raketat bërthamore nga ato, sepse një pjesë të mbushjeve bërthamore mbajnë në ndece. Si ka mundësi? Përdoret armë bërthamore, të në këtë rast? Po të duan, po. Dhe kanë disa në ndece me mbushje bërthamore. Kjo është pyetje pra kulla. Në qoftë se Irani vazhdon rezistonin dhe pse qielli i Iranit me që do ta bëj analizën. Pas një jave jemi në pikën që... 7 ditë sot nga lufta, apo 8? Sa jemi? Jo, 7. 7. Nesër hymë në identitet. Pas një jave jemi në pikën e mbushjes së plot, dhe më thënë, jemi në pikën kur të treja kanë treguar që mund të bëjnë dëm. Sigurisht që ushtria amerikane është më e forta dhe më e madhe dhe ka treguar forcë më të madhe, por edhe iranianët nuk kanë treguar më pak të fuqishëm, kanë destabilizuar praktikisht gjithë gjirin, kanë mbyllur Hormuzin, kanë goditur, si që përmendëm më përpara, qendra komandësh kontrole dhe baza shumë të rëndësishme në gjithë rajonin, dhe Izraelin gjithashtu, po edhe Izraeli ka goditur Iranin, dhe tani jemi në pikë çfarë do të ndodhë me konfliktin. Pra, nëse qershorin që shkoi 13 qershor kur filloi lufta vjetë që Izraeli goditi Iranin dhe eliminoi një pjesë të krerëve të Iranit, lufta përfundoi për 2 javë, tani jemi në pikën kur duket qartë që palët nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga njëra tjetra. Pra çështja është që amerikanët nuk mund të humbin, sepse kjo do të ishte goditja më e madhe. Nuk mund të humbin amerikanët. Do të ishte goditja më e madhe politike për Amerikën dhe për presidentin Trump drejt për drejt. Nuk mund të humbas Izraeli, sepse do të ishte hape kutije Pandorës drejt fshirjes Izraelit nga harta. Kjo është arsye pse Izraeli e përdori presionin amerikan për t'i thënë Iranit që nuk mund të ketë marrëveshje nëse ju nuk shkatroni programin arsenalit raketor, dhe pam që raketat iraniane janë serioze. Por në anën tjetër nuk mund të humbë edhe Irani, sepse objektivi që ka vendosur Amerika dhe Izraeli kësaj radhe është rrëzimi i regjimit. Pra jemi në 3 pikët që asnjëra nga palët nuk mund të humbas, dhe nëse nuk ka ulje në tavolinë, qoftë edhe me palë të treta ose diku tjetër, atëherë sigurisht që konflikti do të thellohet dhe hapet rruga drejt asaj që ju keni vendosur aty që quhet luftë. Tani prit, se këtu kam pyetje unë. Po. Ti thua nëse nuk do kjo konflikti do të thellohet. Sigurisht, unë them që konflikti do të thellohet dhe po ta shpjegoj edhe pse. Po, jo, kjo është basi i ri, po? Jo, po, kjo është basi i ri. Ky konflikt thellohet, nuk përfundon brenda një jave. Një sekond pra tani, që ta kuptoj edhe unë, dhe përmjet meje dhe ata që na shohin. Se janë shumë që po na shohin, është mbushur QR kodi është mbushur me pyetje kulla, nuk di se kur do i lexoj, dhe janë shumë për ty. Po do i lexojmë, Zoti kulla, janë pafund. Me pozitivitet, me energji pozitive do ja dalim. Tani, pyetja ime është kjo vëlla. Sot aktualisht po flasim, qielli i Iranit është bosh. Pra ti mund të hysh, mund të bombardosh sa duash, ata kanë goditur, dhe këto janë informacione që nuk i them unë. Ti kupton që i marr nga burime serioze. Sot hyn avionat izraelit, avionat amerikan, këto fët që shohim lart e poshtë, e kupton ti? Po ndërkohë kanë rënë edhe një 4 avion, a? Jo, 3 avion ka rënë në Kuvajt. 3 ranë në Kuvajt dhe 1 dje në Irak. Ka rënë dje 1 në Irak? Më fal, 3 ranë në Kuvajt dhe 1 dje ranë në Irak, në Basra. Shpëtoj dhe kjo Iraku, se ata të Kuvajtit... Pilotët, ato lloj avionësh që ka... Pilotët hidhen. Ata pilotët hidhen nuk kanë. Mirë, okej, dëgjoj Arjani, po patjetër më do ketë dëm ekonomike nga amerikanët. Po them që nuk është se i kanë shkatruar gjitha, se këta avionës po bin vetë. Dakor, po kanë fjalën, është ulur fare intensiteti i mbrojtjes së Iranit. Se Irani ka gjetur një mënyrë tjetër mbrojtje, sepse fuqia ajrore amerikane është e padiskutueshme. Janë raketat pra që po godet, se ki parasysh destabilizimi i rajonit. Jo, kupton. Atë e di unë që raketat si kanë baruar më, dhe nuk e di sa kohë të vazhdojnë akoma. Po. Ajo që unë po të pyes ty, sepse ti sigurisht ke një kënd më të gjerë
vështrimi se unë dhe se shumë të tjetë, prandaj të duan dhe të ndjekin njerëzit, është kjo kulla, që me kalimin e ditëve, ose të javëve, fakti që qielli i Iranit tani nuk është më i mbrojtur, pra Irani nuk e mbron dot më qiellin e vet, dhe kjo është e konfirmuar tashmë. Pra raketat i ka për të goditur, po qiellin ato, si quhet ato, dom de fer. S-400, S-500 rusë nuk i kanë mjaftueshëm, siç nuk ka Izraeli për dy sisteme tatë që ka. Kjo çdo të thotë kulla, që tani detyra e Izraelit dhe amerikanëve bëhet më e thjeshtë apo jo, se mund të hyjnë, ë? Si. Për të goditur pikat që ata... Po i godasin pra për ditë, po si bëhet, që do ndodhë, se ata i kanë gjithë nën mal, që do bëjnë? I goditën edhe para 8 muajsh, që u deklarua ma dje që u azjesuan... 8 muajsh ishin vetëm ato që pasurimit uraniumit. Edhe ato nuk u shkatruan, sepse është provuar, pra nuk e se po godasin Amerikanë dhe këta nuk po gjuhen raketa. Këta po godasin, pikrish për të azjesuar raketat, ata po gjuhen dhe raketa dhe dronë. Atere. Pra jemi pikë që do ndodhi. Sa e mundur është, që në qoftë se Irani ka marrë masat vërtet gjithë të vite, dhe ushtria e tyre garda revolucionare. Kanë dy ushtri, janë forcat armatosur, ushtria dhe garda revolucionare. Ajo ushtria deri tani sikur... Po pra ky është problemi, se deri tani, prandaj thashun, kemi parë vetëm nxemje. Garda revolucionare. Kemi parë vetëm nxemje. Ushtria në lojë, thua ti. Po sigurisht, kemi parë vetëm nxemjen deri tash, dhe këta po mundohen të provokojnë... Është map, thua ti deri tani. Po sigurisht, pra këto po mundohen të provokojnë nëpërmjet sulmit në mënyrë që ata të përgjigjen dhe të gjejnë vendet ku i kanë dhe t'i azjesojnë. Po ata nuk kanë rënë këtë kurth. Ki parasysh që kjo luftë është në një nxemje ku palët, edhe amerikanët dhe izraelitët dhe iranianët, po bëjnë llogaritë e njëri tjetrit, sepse e njohin njëri tjetrin. Pra se thua janë duke kuptuar strategjitë. Pra, Irani çfarë po bën? Irani po destabilizon gjithë vendet rrotull, po godet gjithë qendrat e komandës kontrollit, po godet radarët, kush? Kjo gjë bën Irani. Çfarë do bëj tjetër? Ira dhe azerve. Se unë se kuptova pse Ira. Jo, po Ira pra. Tani them se unë dje u ktheva nga rruga, nuk e se isha shumë larg aty kufirit. Po edhe një vend kufitar në Iranin isha, mbrëm u ktheva. Seriozisht e ke? Po. Tani, çështja është që ata goditën Nakhchivanin. Nakhchivani është një sklav azerbaxhanase që ndodhet në kufirin Iran, Armeni edhe Turqi. Është shumë afër atij korridorit Trump që u bë marrëveshja Armeni-Azerbajxhan. Po. Pra ka një logjikë gjë. Alijevi çoi trupat në kufi? Jo, pse aty janë trupat. Se është sklav, janë për të mbrojtur nga Armenia. Ta mbaroj çan. Ata quan 4 dron shahid. Pse i quan atë? Sepse informacionet e shërbimit iranian ishte që aty kishte operativ të Mossadit dhe goditën çfarë? Goditën afër një shkolle, pra për të thënë që ne mund të bëjmë terror, dhe goditën aeroportin. Pra çështja është që palët janë duke bërë luftë, por ende nuk kanë nxjerrë akoma armët e vërteta në lojë. Edhe amerikanët, edhe izraelitët, edhe iranianët. Çfarë tha sot shefi shtabit ushtrisë izraelite? Tha, kjo ishte java e parë, tha, por ne tha kemi ende shumë surpriza, tha, pa provuar. Dakord. Pra, palët po presin se cilat janë armët që do përdorin me njëra tjetër. Ndërkohë, që është pjesa e dytë e misionit që do bëjmë ne, kjo luftë, siç ka filluar, ka një kosto rreth 1 miliard euro në ditë për secilën nga ushtrit. 1 miliard euro në ditë? Po, 1 miliard për ata që sulmojnë dhe 1 miliard për ata që mbrohen. Pra këtu çështja është kush do të paguaj këtë faturën nëse lufta vazhdon. Edhe këtyre që sulmojnë, po edhe këtyre që mbrohen. Sepse Izraeli nuk mund ta mbajë dot një luftë të tillë nëse s'ka Amerikën nga mbrapa. Amerika nuk mund ta mbajë dot një luftë të tillë nëse arabët nuk e mbështesin Amerikën, sepse ata janë që i kanë blerë borxhin e jashtëm Amerikës, pasi Kina nuk blen më borxhin e jashtëm amerikan. Kjo është arsyeja pse Irani sulmon vendet arabe, se di shumë mirë, është kjo pjesa, kjo dobësia e Amerikës, dhe në anën tjetër është Kina, e cila pa Kinën Irani nuk e përballon këtë luftë. Realisht sot regjimin në Iran mund bjerë vetëm për 2 arsye. O nëse ushtria bën grush të shtetit brenda, e mbështetur nga presidenti dhe nga pjesa laike e shoqërisë, ose Kina, nëse Kina hiq dorë nga mbështetja ekonomike për Iranin, sepse nëse Kina i thotë Iranit vazhdoni luftën se faturën do e paguaj unë, si rrjedhoi ai gasjellsi dhe naftësjellsi që unë kam thënë që është arsyeja e konfliktit, pra që do kaloj nga Irani nëpërmjet Afganistanit, sepse me ikjen e perëndimit nga Afganistani është hapur rruga për gasjellës dhe naftësjellës që shkon drejt Kinës.
duke llogaritur që 90% e naftës dhe gazit që del nga gjiri persik shkon në Azi, por 80% e naftës dhe gazit iranian shkon për Kinën. Pra, sot industria kineze, që është industria më e madhe në botë, pa futur këtu Indinë, se kemi dhe Indinë në lojë, pa futur këtu, për shembull, Vietnamin, pa futur Filipinet, pa futur Japoninë, të gjitha këto furnizohen nga gjiri persik, po kjo është analiza që do bëjmë më mbrapa, të gjitha këto janë llogaritë se kush do paguaj këtë luftë, se kjo luftë, nëse Do vim të Ormuzit, do kërkoj shumë. Po para sa mbyllim këtë fabul, kulla. Pra, këtu palët kanë bërë nxemje, kanë treguar se çfarë kanë, po akoma s'kanë nxjerr armët e vërteta. Pra po jemi larg fundit të luftës apo jo? Po jemi shumë larg fundit të luftës. Pyetja jote e vërtetë është çfarë do ndodhi. Pra, kush nga këto treja do të tërhiqet? Në moment se si janë nuk mund të tërhiqet asnjëra, se kush tërhiqet humb. Po njëra do të tërhiqet në moment kulla. Po ky pra është problemi. Dhe pyetja fatale është kjo. Arsyeja pse? A do përdoret bomba atomike strategjike këto taktike? Bombat taktiket. Pra bombat taktike mund të përdoren pikërisht për këtë arsye, për t'i dhënë fund, për të eliminuar kapacitetin. Po problemi është edhe po e përdor. Irani ka kaq shumë male sa mund të godasësh një vend, por ke vendet e tjera që ti thua prap mund të mbrohen. Pra, gjithë çështja është që nëse përdoren bombat strategjike, taktike më mirë. Taktike janë këtu me rrezet të pra me rrezet kontrolluar bërthamore. Pra le ta themi thjesht, nëse përdoren bombat bërthamore edhe me 5 kilometra, edhe me 10 kilometra, pra nëse përdoren këto, a arrin këto që ta rrezojnë regjimin? Tu është gjithë pikë pyetje, sepse ka një problem, thënë, me vrasjen e Khameneit, ajo që shpresoj që do të ndodhë. Me zgjedhjen e djalit ti, me zgjedhjen e djalit ti. Ne nuk e dim kush do zgjidhet, unë mendoj. Po zgjoh pra djali. Jo, as kjo s'është e vërtetë. Po si s'është e vërtetë vëlla? Kjo ka bërë xhiron e botës. Janë mbledhur është zgjedh një triumvirat. Ka drejt kulla. Është zgjedhur një triumvirat dhe nuk e kanë zgjedhur akoma, sepse pas 40 ditëve të vdekjes së Khameneit, që janë ditët e zis, do ta zgjedhin kush do të jetë i ardhshëm. Kam frikë që ai që do zgjidhet është një njerëz që e njeh shumë mirë Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën, Bosnjën, është një njerëz që ka punuar shumë. Është një nga ajatollarët, është një që në vitet 90-2000 ka përkrahur këtu shoqatat që ka pas Fondacioni Kuranit, shoqatat që ka pas ambasada iraniane këtu në Shqipëri, po edhe në Bosnjë. Qa është të tani, se nuk e kapa këtë, se e thua kështu si një gjithë zakon. Një nga ajatollat, që ishë kandidati kryesor. Mos të thua që ka info që nuk do jetë çuni këti. Kam info që s'do jetë djali këti, se ka lëna i me amanet që s'do jetë djali këti. Dhe ky do zgjidhet thua ti njeh mirë Shqipërinë. Njeh mirë se ka punuar gjatë në Ballkan, njeh mirë Shqipërinë. Ka qenë këtu? Po ka qenë disa herë këtu. Njeh mirë Shqipërinë, njeh mirë Kosovën, njeh mirë Maqedoninë, njeh mirë dhe Bosnjën. Ka qenë një nga financuesit kryesor të luftës në Bosnjë dhe të ardhjes së mujahedinëve dhe të armatimeve atëherë në luftën në Bosnjë. Po jo vetëm Bosnjë, është një njerëz që ka ndihmuar programet arsimore në Shqipëri. Ti e di që ka në Radio Tirana ka një sektor gjuhës shqipe. Ti e di që nga ka në Tiranë sektor gjuhës shqipe. Po Radio Tirana është i vjetër që ka, po ka një sektor, ka njerëz që kanë studiuar, ka pas student shumë. Dhe jepesh një lajmin shqip, tani u godit atje televizionin dhe radio. S'ka rëndësi u godit. Jepesh një lajmin gjuhë shqipe. Po. Vazhdoni jepen. Po të fushësh Po me besoj dhe në serbisht dhe në gjitha këto gjuhët. Po në gjitha gjuhët, pra ky aktori, pra nëse do të bëhet ky ajatollah, do vendosë një njerëz që ka një vizion më diplomatik të gjës, një njerëz që ka shëtitur botën, që ka Dhe kjo përkthehet në çdo thotë kjo? Kjo përkthehet që ata kanë ndërmend që të vazhdojnë luftën. Por lufta ka kush janë dy pikat e dobta të Iranit. Pika e parë e dobët e Iranit është gjendja ekonomike, pra nuk bëhet dot pa Kinën. Dhe pika e dytë e dobët e Iranit është nëse në një moment caktuar ushtria i kthehet kundër gardës, bashkë me kjo është shpresa e shumë aty ndodh ngrushti i shtetit. Por me eliminimin e Khameneit, kjo gjë është shumë e vështirë, ata janë unifikuar. Do me thënë, në komunitetin e inteligencës, këto ditë është biseduar me zë të ullët, po dhe me zë jo edhe aq të ullët, që ndoshta ideja më e mirë do të kishte qenë që të paguaj 1 triliard ushtrisë iraniane, dhe ushtria iraniane do ta merrte vetë pushtetin dhe do ta arrëzonte sistemin ajatollave. Tashmë kjo gjë ka ndodhur dhe sulmet ka ndodhur dhe ki parasysh që goditja në Ramazan nga ana e Izraelit unifikon gjithë botën shiite. Dhe bota shiite ku është tani? Iraku që është aleat i perëndimit shpalli ditë zije
për qeveria e Irakut, për Edhe vrasjen. pse ata, më duke këta ka godit dhe në Irak, apo jo? Këtë bazë Kanë goditur amerikane. bazat amerikane. Bahreini gjithashtu. Në Azerbajxhan, presidenti Aliyev shkoi dhe bëri vizitë tek ambasada iraniane dhe mbajti zi. Pra çështja është në Liban rifilloi lufta, izraelitët thirrën 100.000 trupa, unë dje fola me Beirutin, jugu i Libanit është liruar. Ati po vazhdon ndërkohë bombardime pafund në Beirutin jugor. Beiruti jugor, por problemi nuk është bombardimet, problemi është se ata po përgatisin trupat që të hyjnë ta pushtojnë gjysmën e Libanit. Ndërkohë që qeveria ka dhënë urdhër para 2 ditësh bashkë me presidentin që kush gjendet që bën rezistencë me armatim të arrestohet nga ushtria, ndërkohë që Hezbollahu e bën ushtrinë libaneze të futet në kazerma Mozdali sepse janë më të fortë se sa ushtria libaneze. Pra Hezbollahu nuk ka rënë kulla. Po nuk ka rënë, unë ta kam thënë që vjetë që nuk ka rënë Hezbollahu. Këtu, në këtë mes, ajo gjë që ju keni parë që të kam thënë që momentin që arabët i thanë Hamasit pusho, dhe Hamasit nuk ka qenë në ndikimin e iranianëve, kujtohet kemi vënë bastë edhe atëherë, Hamasi ka qëndruar i qetë këto ditë, e ke parë nga Gaza nuk ka lajme lufte, sepse Hamasi është i lidhur drejt për drejt me Egjiptin, me Katarin, me vendet arabe. Pra, vendet arabe duket që kanë një marrëveshje me Amerikanët, pra në mënyrë indirekte edhe me izraelitët. Pra, Trumpi thotë Netanyahu mos e sulmo Gazën që mos na kthehen kundër arabët. Por Izraeli ka thirrur trupat, rreth 100.000 trupa dhe po bën gati pushtimin e gjysmës së Libanit. Me pak fjalë, në një javë lufta na zgjeruar në këto vende. Iran, Pakistan, Afganistan, Nakshivan, megjithëse Azerbajxhani s'është përfshirë, po patëm vetëm ato sulmin në Nakshivan. Irak, Bahrein, Kuvajt, Katar, Emirate, Arabi Saudite, Jordani, Izrael edhe Liban. Vetëm se duhet Siria nuk është përfshirë akoma. Bravo. Se këto 2 pyetje kisha që thash nuk Siria do dhe të Turqia nuk janë. Një pse nuk preke? Turqia Jo, kaloi një raket pa dashje, por nuk u prek, nuk ishte goditje. Ku do ajo raket ku po shkonte? Ajo po shkonte atje ku ke qefti ishulli në Qipro. Ishte nisë për Qipro? Po ishte nisë. Po se nuk është edhe parte, më duke se i kapon dhe këto me dronë më duke se shkon atje. Jo kjo raketa, tani më duke se me raketa, ata godasin me dronë. Problemi është se dronët Shahid janë përdorur shumë në Ukrainë, janë dronë cilët fluturojnë në ulët dhe ti nuk i kap dot. Dhe për shumë u sulmua Nakshivani, aeroporti Nakshivanit, e sklavës së Azerbajxhanit, u sulmua me dronë Shahid. Dhe ti dronë Shahid nuk e shef vetëm kur e bën bum, shpërthen dhe vret njerëz, kupton? Kulla, pas kalojmë të tjetra. Dhe gjithë kjo ka ndodhur. Siria si ka mundësi nuk u prek Siria fare, mo? Si ka nuk e prek? Siria nuk është prekur akoma. Ati ka një bazë amerikane, okej, është dhe një bazë ruse që kanë një port ata atje. Kanë 2. Amerikanët sa kanë? Amerikanët ka një, po asë një së shërë se janë tërhequr, po duan të hapin një bazë në Damask. Pse nuk e prek Al-Gjolanin këy? Sepse nuk është sulmuar nga Siria deri tani Irani, po në rast se do të sulmoj nga Siria, pra Siria nuk është si ka dhënë hapësirë Izraelit ta sulmoj nga Siria, po në rast se do sulmoj nga Siria, sigurisht që do bombardoj dhe Damask dhe tjera, po sigurisht. Kulla, tani do ikim të bëjmë një xhiro dhe pastaj do lexoj sa pyetje për këtë fabulën e parë para se të kalojmë te e dyta. Le dio ikim pak në furnizoj makinën të mund të ESP-ja sepse është çmenduri po. Sepse ndryshe pastaj do bëj çek motori, si thot Gupi. Urgjent miq, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj, u kam thënë 100 herë. Shkoni vetëm këtu te ky karburant. Është karburanti kampionëve, the fuel of champions. Saidi Maf, konari i ESP Oilit, partneri yni vjetër dhe i lavdishëm, ESP Oili miq, do ju shpëtoj makinën, do marri frymë makina, do i hapet më shkrit. Performancë motori, mos shkoni gjithandej se do hani dynjan, do së muni makinën. Vetëm këtu nëse doni karburant mirë, të pastër dhe të vërtet. Dakor? The fuel of champions, ESP Oil, je i madh Said. Rikthehemi le dio pa pauzë, rikthehemi direkt pa tranzicion, sans transition, me të njëjtën fabulë sa të mbaroj 2-3 pyetje për Kullën. Jeni të shumë që na keni shkruar te QR kodi që plas ledjo në ekran pyetjet tuaja. Kulla sigurisht nuk është detyruar të përgjigjet të gjithëve, dhe nëse do i pëlqen ndonjë pyetje, do përgjigjet vetëm me 3-4 fjalë, pra me një fjali. Dakor Kulla? Për arsye kohe. Gringo shkruan.
Çani pyetën Pakullën, si ka mundësi që Irani nuk mbrohet dot fare edhe pse Rusia i ka dhënë disa sisteme S-400. E tham duke. E tham. Nuk do t'i ekspozoj dhe ato nuk janë funksion kundër F-35-ës. Se F-35 është gjithçka e automatizuar. Dhe Gringo bën një pyetje e dytë te bombarduesit B-100 dhe B-200 fluturojnë shumë lart që si kap dot S-400. I kap vetëm S-500, po dhe jo në raste nëse rusët do t'i thonë, sepse sistemet e S-500 janë të tilla të automatizuara që nuk bën dot pa rusët. Ndërkohë që te francezët dëgjova sot që Rusia ka thënë që ne na vjen keq për të që dot, po jemi fokusuar te Ukraina. Do ta shpjegojmë tek pjesa e dytë, tek ekonomia. Gringo vazhdon me pyetjen e dytë, thotë dhe ato ndryshonte gjë sipas Kullës nëse Rusia do jepte Su-35 më shpejt që Irani ka porositur? Ja ka dhënë, po prap kjo nuk e ndryshon dot avantazhin e aviacionit, avantazhin strategjik të aviacionit amerikan dhe të aviacionit të izraelit. Ben Hebreu pyet Kullën. Ben Hebreu. Çani pyet Kullën, çka ndodh nëse realizohet plani sekret për kidnapimin e MBS-it? Nuk ku ka për të na shpen aleanca enigmatike e Trumpit, Trump-Bibi Modi? Shiko, aleanca Trump-Bibi Modi është një aleancë e cila synon përfshirjen ose më mirë shpërqendrimin e Pakistanit, i cili në luftën e vjetshme ndihmoi Afganistanin, por është një aleancë edhe karakterit ekonomik, kurse ajo pyetja tjetër nuk ka, domethënë ajo është fantastiko shkencore, sepse MBS është nga ata njerëz që o e vret nuk mund ta marrësh dot peng. Qartë. Demi Komi thot, zoti Çani mi mbrëma, pyetje për zotin Kulla, frika më e madhe që ka Europa sot janë akte terroriste nga celuret e quajtura të heshtura që mund të përdorin bombat e pista. Bombat e pista ka fund thonjza. Dispozitiv shpërthyes që ka në përbërje eksploziv C4 dhe uranium. Kjo është shumë fantastiko shkencore, iranianët... Është rrezik potencial, thot? Jo. Fabian Mici. Iranianët kanë modele të tjera të... Fabian Mici thot, më mbrëma Çani, kush është kushti që lufta të mbyllet sepse askush nuk po e kupton. Trump nuk kërkon ndryshim regjimi, të gjithë kanë hyrë në një konflikt ku nuk merret vesh si dilet. Shumë e thjeshtë. Iranianët e heqin dorë nga sistemet raketore, të cilët e kemi thënë kanë shumë të zhvilluar, kanë industrinë kimike më të zhvilluar. Pra duhet të nështrohet iranianët, pra vetëm të dhe mbi gjitha duhet të heqin dorë nga dhënia e 90% të naftës dhe të gazit iranian Kinës. Ka që edhe Aziz në përgjithësi. Pra, çështja është që sot Irani është fuqia numër 1 bashkë me Arabinë Saudite, naftës dhe gazit. Pra në fjalë thjeshta, e gazit sepse naftës është Arabia Saudite, po Irani është numër 2. E gazit. Pra me fjalë thjeshta, kjo luftë në fakt nuk është luftë kundër Iranit, është luftë kundër Kinës. Kjo është një luftë kundër Kinës, e kemi shpjeguar dhe herë tjetër që... Oltian Dani, nëse lufta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka filluar, a është ky fillimi i një konflikti shumë të madh ku mund të përfshihen Rusia dhe Kina, sapo e shpjeguam? Mendon se Trump po zhduk sektin Soros? Ramaduro, ky ishte Marian Ndoci, ky që thoshte këtë për Sorosin. Ramaduro thot dy pyetje për Kullën. A mendon se Amerika do përdor grupet e ndryshme etnike në Iran duke armatosur dhe për hapur konfliktet e brendshme? Dhe e dy, a do sulmoj Irani qendrat e desalinimit? Çfarë desalinimit të shteteve të gatishullt arab duke lënë gjithë lindjen e mesme pa ujë të pishëm? Të parën e ka bërë dhe Izraeli dhe Amerikanët, nuk e di sa efekt do ketë brenda, nëse do të synohet një luftë e tipit Siri, afat gjatë etj, por nuk di sa efekt do ketë brenda, pasi vrasja e Khameneit i ka unifikuar faktorët shiit, kurse tek e dyta në rastin e zgjerimit të luftës, po është një nga hipotezat që edhe qendrat e desalinimit mund të goditen. Dhe ka një logjik. Janë pafund pyetjet Kulla, po për arsye kënë kohën e do vazhdojmë pikërisht te fabula e dytë. Ledjo, plaset në ekran.